Valla, Ulqini atmosferën e ka pak ma mirë, se kemi muzikantët kosovarë ma të mirë këtu. Qa kanë përkshishë sen e lojmë, tari fill, deti, pa Ulqin kanë sugrinë mas pojë, sukur në Gjermani si këtu, kini soj. Qysh janë çmimet në Ulqin? Çmimet kanë hyrë pak, po në të naun këtu. Tu po thonë që janë ma lirë se vitin e kaluam. Jo, gabim. Seriozisht? Unë ku im kanë ma shrejta, po... Do të thonë nuk është ajo. Çka ka Ulqini që vendet tjera nuk e kanë? Valla, Ulqini atmosferën e ka pak ma mirë, se kemi muzikantët kosovarë ma të mirë këtu. Do të thonë ju shkoni në për vende ku ka muzikë, ku ka Për natë. Jeni me familje këtu? Po. Që sa ditë keni marrë? Unë si 3 jam ardhë, por shtu vërësisht 3 javë, 2 javë rri. 3 javë rrini? Po. 1 javë Kosovë. Sa mirë, bravo. Ku jetoni në diasporë? Po. Cëllin vend? Osnabrück. Në Gjermani. Në Gjermani. Drejt e pi pushimeve, pi Gjermanisë drejt e këto? Shkoj një ditë a 2 Kosovë. Po. Fill tu. Ileni bakshishe qapi. Bakshishe. Qa kanë bakshishe sen e lojmë, tari fill, pi detit Kosovë prap, janë jo. Po, edhe një shkoni atje. Edhe ik. Do thonë 3 javë ditë rrini në Ulqin. Qëtu. 2-3 ma shumë. Çdo vjet. Nuk e ndroni Ulqin në mes të vend tjetër. Kur. Si 22 vjetë e shku. Do thonë që 22 vjetë Edhe se na mësuar, edhe një bëhë këto si shpit juve. Po edhe i pingjojmë tash, edhe plus për muzikë ma shumë vinë. Këtu këtë kumatarë të orë ma të mirë. Po, edhe jeta natës është perfekt. Ulqini nihet me jetë natës, me pushime, me ushqime, me gjona shumë të mira. Shumë janë në përqenë. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithatë me personat që dojnë me armi kalu pushimet? Po, Ulqin kanë sugrinë mas pojë, sukur në Gjermani si këtu, kini soj. Aty në ku unë janë, po aty si prekoshis. Kërë si të siguria në bi nivel. Shumë mirë. Po sa i vizitoni kalan, vene turistike mbrana Ulqinit? Po, tash në zetë që drejkë s'mojmë apo mbromje. Po mbromje, do me thonë dilin. Pa shku një herë me pika i kafe në elë, aty së të bëndis. Ka një birë ftoft. Po, e shkon valla. Do vena birat 5 në binë, po do vena stop. A pas ka dhe birat 5, okej, faleminderit që ishe pjesë e jona ju. Kaloshe mirë. Faleminderit që. Ju të dashur me që mos të ndroni, sepse gjanat e mira i sjell me veçna. Kosova Info është aty ku është gjithherë gjanat e mira. Hajde me neve.